Aksionet e vazhdueshme të policisë së Gostivarit janë orientuar tek pastërtia publike. Policia ka realizuar aksionin kontrollues sipas ligjit për pastërti publike. Në interval prej 4 orësh, policia ka konstatuar 11 kundërvajtje ndaj personave që nuk kanë respektuar ligjin për pastërti publike, u janë shqiptuar gjoba në vlerë prej 50 eurove. Dje nga ora 10 deri në orën 13 në Gostivar u realizua aksion kontrolli në bazë të ligjit për pastërti publike. Gjatë kontrollit janë konstatuar gjithsej 11 shkelje të realizuara nga po aq njerëz. Ndaj të gjithëve janë përgatitur ftesa për pagesë të gjobave, e cila për këto lloj shkelje ka vlerën prej 50 euro. Prishës të pastërtisë publike nuk konsiderohen vetëm personat të cilët hasin duke gjuajtur mbeturina në vende publike, ata që bëjnë përgatitje ajvaresh në për objektet e banesave kolektive dhe të ngjashme, por edhe të gjitha ata persona të pandërgjegjshëm që bëjnë ndezjen e mbeturinave në për kontenjer dhe mbi të gjitha ata që shënojnë grafite në për objekte të ndryshme publike gjatë orëve të natës. Për të parandaluar këtë avaz që po prish imazhin e qytetit, janë implementuar disa projekte preventive si nga ana e shkollave, ashtu edhe nga ana e institucioneve, por si duket suksesi megjithatë ka munguar. Synimi i këtyre llojeve të aktiviteteve ka qenë dhe mbetet që tek popullata të përcillet mesazhi që të përmbahen nga shkruajtja e grafiteve, ndërkohë që u sugjerohet që energjitë e tyre kreative apo qëllimet e tyre personale dhe grupore të mos i shprehin në këtë formë, por të gjejnë një rrugë më adekuate për të bërë një gjë të tillë. Kjo pasi që grafitet ofenduese, krahas asaj që ofendojnë objektet publike nëpër qytet, shpeshherë shkaktojnë edhe ndarje dhe urrëtie mes qytetarëve të nacionaliteteve të ndryshme, ngjarje këto që din të rezultojnë edhe me pasoja të tjera të padëshiruara. Por edhe gjuajtja e dhurinave nëpër vende publike, ndezje e kontenjerave dhe veprime të tjera të kësaj natyre në mas të konsiderueshme dëmtojnë pastërtinë publike të qytetit. Për të parandaluar këto sjellje destruktive të individëve të pandërgjegjshëm, nga stacioni policor në Gostivar apelojnë tek qytetarët që të jenë më të kujdesshëm në lidhje me sjelljen e keqe që po tregojnë ndaj çështjeve të lartpërmendura, sepse në të kundërtën do të vëzhgohen dhe do të kapen në vend ngjarje.